Ja ku jemi rikthyer sërish bashkë në studio, faleminderit juve që jeni me ne. Ju tashmë e dini se për çdo gjë që ka të bëjë me Prive, keni kanalin tonë zyrtar në YouTube si dhe faqen tonë në Facebook me emrin Prive Klan Kosova. E tani është radha për rubrikën tonë të përhershme, e vërtet e pa vërtet. Se kush bën pjesë në të, e ndjekim bashkë. Mark Marko lidhet me Nora Muqaj. Lajmi nuk është i vërtet, të paktën kështu thot Mark Marko. Këngëtari ka lënë Kroacin për tregun muzikor në Kosovë, e me ardhje në Prishtinë ai ka gjetur edhe shoqërinë e mirë. Ditëve të fundit ai është parë në shoqërinë e këngëtares Nora Muqaj. Shtypja aludoi për një lidhje mes dyshes, po lajmi nuk u pohua nga asnjëra palë. Të dielën që lën pas Marku së bashku me Norën, zgjodhën Prizrenin për t'u argëtuar. Të kapur për dore, linte të kuptonte që janë më shumë se thjesht shok. Arrestohet Sabri Feysullahu. Kjo është plotësisht e vërtetë. Sot paradite në aeroportin e Zyrihut është vënë në pranga këngëtari parapëlqyer për shumë kë Sabri Feysullahu. Policia mori masa për këngëtarin kur kuptoi që viza e tij turistike nuk kishte për qëllim vizitën në Zvicër, po për punë që sipas ligjeve të Zvicrës, këngëtari Sabri Feysullahu është duke kryer punë të palegjshme dhe për këtë arsye u arrestua në aeroportin e Zyrihut dhe është në paraburgim për 24 orë. E gjithë kjo shfaqje u bë qëllimisht për dëmtim të këngëtarit, pasi që secilin vikend ai gjendet në Zvicër për performancë të ndryshme, e kjo e kësaj jave ishte së bashku me Adelina Ismailin në një nga stadionet e Zvicrës, por me sa duket do të dështoj. Alba Nukaj i jep fund beqarisë. Ky lajm është i vërtetë. Aktori shqiptar që aktualisht jeton dhe vepron në Bosnë i ka dhënë fund beqarisë. Ai ka kohë që është në lidhje me ligjëruesen Sabina Qudić. Çifti ka realizuar edhe një set fotografik të cilën e kanë publikuar edhe në rrjetet sociale. Alba Nukaj njihet për filmat Heshtja e Lornës dhe Jace.